Me datën 30 mars të këtij viti, Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e shtatë të saj ka aprovuar propozim vendimin e Ministrisë së Mbrojtjes për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Ministria e Mbrojtjes, mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike për bashkëpunim me shtetet aleate, mbi bazën e ftesës së pranuar nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të nënshkruar me datë 8 dhjetor e pranuar me datën 10 dhjetor 2025 në Ministrinë e Mbrojtjes dhe që i referohet rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vullnetit politik të shprehur në Bordin e Paqes, si dhe ligjit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, ka iniciuar procedurat për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese në Gaza. Dërgimi i FSK-s në këtë mision përfshin pjesëmarrjen e personelit të FSK-s në kuadër të Komandës së Unifikuar të Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, e cila për mision ka të mbështesë zbatimin e planit gjithëpërfshirës për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza, gjithnjë duke u bazuar në mandatin e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese. Të gjitha operacionet e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese do të kryen në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara, të drejtën ndërkombëtare detyruese të zbatueshme, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, rregullat e angazhimit të Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese, marrëveshjet e zbatueshme për mbrojtjen e statusit dhe instrumente tjera detyruese të zbatueshme. Ky angazhim është në përputhje me rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila ka krijuar kornizën ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Gaza dhe mbështetjen e një force të përkohshme ndërkombëtare me fokus në siguri, stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe mbështetje të përpjekjeve humanitare. Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë adresuar të gjitha çështjet që ndërlidhen me pjesën përgatitore të dërgimit të kontingjentit, duke përfshirë përgatitjen e personelit, mosat e sigurisë, rregullat e angazhimit, çështjet e sigurimit shëndetësor dhe sigurimit të jetës, pagesat për rrezikshmëri, si dhe mbështetjen financiare bazuar në ligjet dhe rregulloret. Të nderuar deputet, përmes këtij angazhimi, Republika e Kosovës dëshmon që është partner i besueshëm, i përgjegjshëm dhe i gatshëm të veprojë krah aleatëve në mbështetje të paqes, sigurisë, mbrojtjes së civilëve dhe zbatimit të mandateve ndërkombëtare. Ky vendim forcon edhe më tej profilin ndërkombëtar të shtetit tonë, afirmon profesionalizmin e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe vendos Republikën tonë në radhën e shteteve që jo vetëm përfitojnë nga siguria ndërkombëtare, por edhe kontribuojnë aktivisht në ruajtjen e paqes dhe rendit ndërkombëtar. Këtu shfrytëzoj rastin që të falenderoj gjithë anëtarët e komisionit, si edhe përfaqësuesit e subjekteve politike në komision për mbështetjen e fuqishme dhe të unifikuar të zbarkimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në këtë operacion jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe strategjik për vendin tonë. Sot, duke pas parasysh rëndësinë e këtij vendimi, ju ftoj që me votën tuaj të miratoni vendimin për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në këtë mision. Faleminderit.